Kjo motra ka pyet si bëhet rukje. Ta jap këshillën mos me bë vet. Rukje mos me bë vet, me ngu Kur'an, me lexu Kur'an, me bë dhikr, ama me përvjel kretë me thon, pi baj vetës rukje, në atë kuptimin rukje, tamam sipas kërkesave të mësimeve të fesë, ose po ashtu mi bë ti dikujt tjetër rukje, mos hyn në këto ujna. Ti nuk i përvoj. Rri ma përkrye. Keni kujdes. Një profesion, një punë, tash po e quaj profesion, që s'është për juve, mos hyni aty. Leni ekspertët asaj fushë. Lusë Allah në zhjel që të mos kesh nevojë për me bë rukje, po nëse ka nevojë, shkon te hoxha, që është profesionist që merret me këtë zanat, që ka frikë Allahun azza wa jall, që pas sunetin e pejgamberit alayhis salatu wasalam, që nuk është mashtrues, drejtohesh te ai. Tash unë me thon ty, pashtu i këshilloj edhe kolegtë me edhe hoxhallar që me pas kujdes në për rrjetet sociale, kështu bëhet rukja, më janis, lexohet kjo ku kështu, edhe çohet dikush domethënë nga populli, nga xhamati edhe i bën dikujt, edhe mundet me skalu situata në rrethana të caktuara, nuk din si mos sjell etj vjen tek ndonjë keq kuptim e kështu me radhë që s'po du me qëllim, po i zgjedhë fjalë që mos më u friksu, po nga një anë më u thon kujdes, ai tregon se kujdes. Allahu i rujt.